5.000 lek njëri, tjetë 4-5.000 lek vogla tjetër, ju po janë shumë, ma ditë se të vinë njëri, vinë tjetër, ju kam falë për zotin. Po e qëtë zoti, po shë zotin, plus edhe një gru që rrinë ashtë një, që ka papshtua një që u pat plagos, që e gjujten, edhe i ka lo mimin e para, ajo i ka një mu, aso i fali gjithmonë, 5.000-10.000 lek, 15.000, sa të kemë mundësi, sa të kemë shumë, edhe ja fali gjithmonë, ju falë më kretë, sa hynë në TikTok? Pasha zote më njëzë munja $300 dhurata mu këto. A që gjërë më thonë për zote kur bën njërë ju falë njërëzë? Që a futën të më gjujtë mua atë natë, a atë natë anë e njerë se duke mojnë më pishën Shqipni. Për zote ma. Ti shtonë zote kur jetë, kur falë njërëzve nevoj, mërë është e pa mujtë mos me t'i kësuj zotin, fillë marë me t'i gjujt njërzit këto. Për zoten. Plus, ju fali edhe fëmijëve të vajt, ju fali, a kuptan edhe njërzit tjerë, po fanë për këta që janë, për shumë që si një fasi di, që i shofë këshu. Pak njëri, pak tjetër, një shumë sa kena mundësi. Për në Shqipni i kun lek shumë, se këtë ju në miku, në i hargjaj atje. Je gjaj e tjetër. Por ne i këthën zoti, prap. Kështu është, a kupta një jeta. Ashtë edhe mirë me dhanë, se leku dhe të qarkullojnë, për zotë leku është kështu, silët edhe vjen prap. Grazie. O, zëtë, më ka në caru sonte. Unë kam qef me kërcy, nuk është se kërces për gifta si gjosë, s'gjujnë hetë shka i herë. Ti është me të kuni në moment, ne i kanë pëlqen me kërcy. Ti veç shaj. Ua, që më ka në caru, por. Si të shqash me kërcy, shefa ti të vjate, shef komente negative, se ti kopë syni. Po e një mu ignoranta. Rënjë o shifni ose put një qafë, ne i s'kini nevoj me sha. Ju si rosh, o mërete, të ujtësori. Grazie, tornado. TikTok-u jem kjo ashtë. Unë TikTok, për që më kanë dhjetë gjithë të njerëz, veç për i kërcime më kanë dhjetë, kërcimet e videot që bajnë plazh. Po kërcimet ma shumë e ma. Kërcimet me bo shumë virale, edhe videot në plazh, se tërheku vëmendjen me trupin, me tipin që kam flok të kështu. Por kërcimet kryesisht. Su lohet nga lajë bashkë me ta që ju shiko. Unë nuk lohe marti Aldi, su në fitoj lek këto. Kja puna jeme. Edhe kur kam lohani, ka hirë ki klientat, që të vinet, bledet, shpenzojnë shumë njerëzit, ka hirë s'ki, a e kini vuri, a kini pas një hirë një dyqana një këshu. Këshu ashtë edhe TikTok-u. Nga ju kemi, nga Shkodra. Unë nuk lohem, su në hypër i këtë motiv. Ju që loheni, ju lutë, mos na shani, vazhdoni punën e juj. Shkani të shloheni në vendet tjera, futja një gjuma, diçka. Ju që loheni. Nuk mund të shani atë tjetër në punën e vetë, në biznesin e vetë. Zdoni kjo është biznes. Unë të vetëm të Shqipërisë, e të Kosovës, vetëm nga shqiptarët, as kush tjetër. Me të hujt, o zot, 2000 vetë, 2000 so vetë, sot shotin e i huj, mor. Në plazh, një kumen, veç një kur rrallë mund t'ishte që shkryti i gjë pak me spec. Mas mërë. To është puna jeme. Me TikTok-un tu, moj vedin, moj djolin, moj shpin të eme. Një ma edhe nane një anisi ka i let, nane e fëmijët vlajt për qef, jo se në kërkojnë, po për qef jo anisi. Jo dhe që dreqin keni, mërë se si jam të ju hyën punën e ju e mju për i shpun. Jo hyni të me më për i shpun muar. Si su në gjiti herë, si su në nalë të herë. Sanremo. Super.
Në Itali unë jam mësu, mirë e keq, me lek e pa lek, kam jetu, s'më kam mungu gja, jam mësu në këtë vend, jam mësu me krejt, plus spitalet janë shumë mira, më kanë pështu jetën mu e djallit jena u për. Italia è nel mio cuore, ho passato la metà della mia vita qua. Sheqa tutti, 20 euro jo më shumë, bravo. Atja pun 40 euro, jo 40, pa t'ja pun 400 euro me 100 bëth ty, e ta futi ma trapik aty me 100 bëth, me t'përdhunu i erë, që mos vinë ma në me shkru të fjallë femrave ty. 400 euro pa t'ja, qif sharët.